kam vendosur të përfundoj medresin, edhe menoj që, kështu pa dyshim, menoj që është shkolla më e mire mesme, jo vetëm për mësim, po sidomos për edukim, edhe për veti, po sigurisht edhe për rrethin edhe për matutje. Kur jam të kjo periudhë, të kjo kohë juaja, po themi e adoleshencës apo e fëmiris, cili është kujtimi që ruan sot nga kjo periudhë më i bukur dhe më pak i bukur? Tash, ne sigurisht që kemi momente të ndryshme, unë po zgjedh fillimisht të them atë të bukurin, a? Nisim. Të bukurin. Apo jo të bukurin. Ose, me thënë, njëjtë, edhe njëjtën për atyne me ndo në emisionin e ju, po për momentin, po më kujtohet ai momenti jo i mirë, kur ne kemi qenë të vegjël, ose kur kam qenë i vogël, sidomos të adoleshenca që e thatë ju, dikun të 12-13 vjetë, unë kam qenë kohë e luftës që aja ka qenë për mu. Lufta ose fillimi i bombardimeve, po ai momenti më i mirë në atë kohë ku unë e mbaj mend është tani çlirimi. Çlirimi që ka ndodhur me, nëse dikun festohet me 12, dikun 13, po unë edhe ashtu ditëlindjen e kam me 14, kështu që është afër, domthonë me qershor, domthonë momenti jo i mirë. Lufta, bombardimi, momenti shumë i mirë që asnjëherë nuk muj me harru ose me hek nga mendja është çlirimi i vendit. Po nga këto kujtime tjera që i ke në mendje dhe që nuk është se do t'i ruash, po për shkak të përjetimeve të vështira, është e pamundur mos me i kujtu, sidomos ata që kanë qenë 12-13 vjeç në luftë, ke memorje të freskët të gjitha përjetimeve të popullit tonë. A ka ndonjë segment të pamjeve apo të situatave që edhe të ka kriju ndoshta traume me kalimin e viteve dhe që e ke shumë të vështirë kur e kujton? Unë si i vogël atëherë, ose si fëmijë, i kam pa si në ato lajmet, si në ato vedet ku para ose gjatë luftës, po edhe pas luftës i kemi pa, edhe sigurisht që ka fillu një vartë traume për ne, po me të tregu drejt, unë para 3 ose 4 vjetë, kur për shkak të aktivitetet politike, po edhe jashta politike, po sidomos janë më shumë nashta vullnetare që ne i bëjmë, është vizita në shumë data përkujtimore të masakrave të ndryshme. Ajo që për mu kam çdo herë në mendje edhe kam fitu një lloj traume prej aty te Knena nashta, është masakra e Poklekut, ku pas homazhëve të Varrezat ne kemi shku te shtëpia dhe ketë ato fragmente që neve na i ka në fakt mua, se unë përzjedha që t'jem vetë aty dikun një 2 orë bashkë me atë familjarin, që unë sot e përshëndes me gjithat vullnete atë kuraje që neve me sa më mene ka Basa Fadil, që na i sqaroj komplet në gjdo dhum e në gjdo vend, ajo për mu ka me të kujtes çdo moment që unë e kujtoj luftën ose momentet ose ato që na kanë met prej luftës këtë rast masakrat. Ka qenë nga masakrat më të rënda me humbjet më të mëdha që kanë ndodhur. Babai juaj thoni se ka qenë një shtyllë e shtëpisë për ju. Çka ju ka mësuar për jetën? Si ka qenë raporti mes ju të dyve? Tashim, unë deri para pak vite kemi jetu bashkë në shtëpi aty në fshat ku unë vi prej komunës Ferizarit, në shtirët Komoglav. Komoglav, okej. Po, aty kemi banu deri në dikur para se 3 ose 4 vite. Ato net gjata ku ne çdo herë kemi bisedu ose kemi diskutu për ato gjitha ato këshilla që unë i kam marrë prej babait tim, ato janë udhërëfys për mu, sukur për aktivitetin, po edhe në tarmë nështë biznesi që unë kam vazhduar një 6 ose 7 vjetë në kompanin e babait të punoj, po në momentin që jam angazhu në politik dikun prej 2015, unë jam i tërhekur për momentin prej biznesit, po
çka unë përzgjedh ta tham tash është që unë edhe për shkak që i takoj një familjes që ka biznes qysh herët, po ketë kjo angazhim i atij biznesi, thashtë edhe njëherë është fal shumë atyre që kanë punu në kompaninë e babas, po sidomos baba, ku po e përsëris edhe njëherë që ai është dhe do të jetë udhërrëfyes për mua për shumë çështjet që lidhen me si me biznesin, si me politikën edhe si tutje. Pra nëse nuk do t'i futeshit politikës, do të vazhdonit me qëndru në biznes, apo ke pas në një opcion tjetër, ndo një dëshirë tjetër, ndo një pasion? Po, unë herë do kur kum pas me marrë me politikë, se për shkak të shkollimit, administratë publike, shkenca politike i kom përfundu dhe fakultetin edhe magjistraturën, edhe nuk është se kum pas kështu në menë me marrë në herë me politikë, po erdhë moment ashtu në 2015-ën, unë t'jem aktiv e prej 2017 se kënena t'jem deputet në Kuvend Kosovës, edhe ashtu, nejse këtë kohë në fundit në ka ro pak ma shpesh me pas në ashta zgjedhje, po unë i falenderoj gjithë ata që çdo herë më kanë përkra edhe po më përkrahin me votë, dikun prej 2017 se kënena për herën e 5 jam zgjedh deputet në Kuvend Kosovës dhe mundohem me përkushtim e angazhim të punoj për interes qytetare. A ka dikush nga familja kur në ato fillime të vendimit për t'ju rek më tepër politikës, të tha mos ju fut politikës, mos hy në politikë? Tash, shumë herë, si me thonë, vrejet ose kuptohet me çfarë vullneti njëri e fillon një angazhim ose një punë, po unë jam koni vendosën kështu në veti që do të merrem për një kohë me politikë, po në njëjtën kohë unë angazhim të madh që kom pas në shumë aktivitete, nuk muj pa si me thonë falenderu bashkëshortën time për shkak që ajo kujdeset për shumë punë në shtëpi e në familje, për shkak që mu nuk është që mbjen shumë me u marrë me, si me thonë, punë të shtëpisë. Në qëtë angazhim, do më thonë, e kom pas përkrajnë si prej familjes, si këtë rast ma konkretisht prej gruas. Ju burrat që keni këtë përkrahjen nga bashkëshortet edhe ju përkrahin në fokusin në karrierë, jeni shumë e fat, me thanë të drejtën, dhe mua më vjen shumë mirë kur ju zgjedhni që edhe publikisht ta shpalosni dhe ta thoni mirënjohjen që keni ndaj tyre edhe falenderimin. The që nga 2017 je pjesë e Kuvendit të Kosovës. Si ka qenë hera e parë kur hyt në Kuvend, apo dita e betimit si Kuvend, si e kujton, çfarë emocioni? Po, si me thonë, çdo punë, kur bëhet në fillim, kuptohet që është pak me një farë droje, nashta, ose me një farë, si me thonë, deri te arritja atyne që ti ki pas si synime, po gjatë kësaj kohe, unë kisha dosht me i tërhek një 2-3 raste ose 2 nashta, për shkak të emisionit nashta natyrës jo fort politike, po edhe ashtu, deri sa jem politikës, po mujnë Po mujnë me ik pak, okej, 2 i pranojmë, 2 i bëjmë, më thuaj. Për shembull, një prej tyne, momenti i mirë në këtë rast, për e tham të mirin, është kur kemi votu ligjin për që të bëhet, ushtria e Kosovës. Kjo është momenti ku, jo atë ditë ku kemi votu ato amandamente, po mujnë me thonë një javë, unë kam qenë kështu diqysh si që thot populli Pezëll. Jam kom pak nalë që o konë në moment shumë i mirë, kur votohet në këtë rast, edhe unë jam pjesë e ati votimi që të formohet ushtria e Kosovës. Po momenti jo i mirë, e që e moj men, si me thonë, dikun 2018 ka qenë, ose këta dyja kanë qenë është kjo kom ma herët, ka qenë votimi i ligjit për demarkacionin me malin e zi, ku ne i kemi hupër 8200 hektar tokë. A i ka qenë moment jo i mirë